Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin Zgjohu. Në këtë episod të radhës do të flasim për një shqetësim që lidhet me ndërtimet në Shqipëri. Do t'i referohemi studimit të pastrimit parave në sektorin e pasurive të palujshme dhe ndikimin në jetën sociale e ekonomike në Shqipëri. Është një studim i bërë nga profesori Adriatik Kotori, cilin e kam dhe të ftuar sot në këtë podcast. Profesor, dy fjalë për juve, ju jeni profesor në Fakultetin Ekonomik? Po, kam prej 25 vitesh pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, në fushën e financës dhe të bankave. Gjatë kësaj kohe natyrisht jam angazhuar në projekte të ndryshme studimore, qoftë në fushën e bujqësisë, në të punësimit, në digitalizimin e punës dhe të fundit në sektorin e pastrimit parave. Shikojmë një boom ndërtimesh në jo vetëm Tiranë, por në gjithë Shqipërinë. Kemi qytetarë që ankohen për strehimin, ankohen për pamundësinë për të blerë një apartament. Ka shumë ndërtime dhe ka pak mundësi për qytetarët për të përballuar blerjen e apartamenti. Si shpjegohet ky paradoks në shoqërinë tonë? Është vërtet fakt, domethënë ka i paradoks në Shqipëri që ndërkohë që popullsia zvoglohet, në fakt numri familjeve rritet sepse nga 4-5 antar që ka qenë për familje në vitin 90 është zvogluar në 2. Dhe ndërkohë që ndërtimet rritet dhe numri i banesave, rritet dhe numri jo të pastreve në kuptimin e parë, po atyre që janë qeraxhi në pronën e tjetrit, apo që rrin pa pagesë, që rrin të afër. Për shembull në shifra. Po të krahasosh nuk po themi nga 90 apo nga 2000, krahasosh ato shifrat më spikatora zyrtare që janë dy censusit, censu 2011 dhe censu i 2023. Janë 1.082.000 banesa në 2023 të regjistruara. 1.082.000. Nga 1 milion afërsisht 1.008.000 që ishin në 2011. Janë rritë 74.000 banesa më shumë. Nuk llogariten fare këtu ato banesa që janë të mbaruara, që jetojnë njerëz brenda, por që nuk janë regjistruar apo që janë në ndërtim, apo që janë në faza tjera. Çfarë ka ndodhur? Numri i familjeve është rrit me 33.000. Jo se popullsia ka rënë, por rrit numri i familjeve për shkak se është zvogluar masa e familjes. Po çfarë ka ndodhur? Numri atyre që jetojnë me qera ose jetojnë në pronën e tjetrit është rrit nga 70.000 që 32.000. Që thotë 61.000 familje më shumë jetojnë në... Kjo vjen, besoj, si pasojë e pamundësisë që këto familje kanë për të përballuar një banesë të tyre. Po, shiko, ka i koncept, tani kush quhet i pastres, një pjesë e tyre ka shtëpi për shembull në Elbasan, kanë Korçë, kanë Tropoj, kanë nga rrethet që edhe vjen këtu. I pastre de facto quhesh që nëse s'ke stre në vendi ku ke ndërtuar jetën. Po. Se mund të thuash që shiko se ai ka një pronë. Pra duhet bërë kjo ndarje ai pas 3 dhe me çështjen. Është vërtet, po, që pjesët e rëmuese atyre që janë këtu e kanë dhe një pronë në qytet, por nuk në momentin që ai nuk shërben, neve jemi dëshmitar që nëpër fshatra apo nëpër zona dhe kodrinore ke edhe vila 4 katëse. Që do jenë gjithmonë kështu e regjistrohen si banesë, por do jenë gjithmonë të pambuluara. Në studimin tuaj që keni realizuar, bëhet një lidhje midis pastrimit parave dhe pasurive të palujshme. Si ka mundësi që ky sektor është kaq i, le të themi, i lakmuar për të futur burimet? Shiko, pastrimi e parave, dhe sidomos dhe në sektorin e ri, nuk është se e kemi shpikur neve. Është fenomen global. Është fenomen, gjithë metodat janë përdor, pasuritë e palujshme kanë një karakteristikë që pavarësisht se ne kemi parë fluska, ku e fundit ishte kriza e 2007-s në SBA, që pati rënje deri në 30% të pronave, po prap, edhe kur ka fluska, pasuria e palujshme e ruan vlerën, rikthehet prap aty ku ishte. Ata që kanë para të palishme nuk është se shqetësohen shumë për fitimet, apo dhe për qiradhënien, prandaj dhe i mbajnë bosh. Ai do t'i strehoj. Ti ketë të fjetura diku që mos ja luaj njëri. Natyrisht kur ekziston dhe një farë lehtësie, një farë dashamirësie nga ambienti, qoftë edhe nga institucionet publike. Dhe pse është metode preferuar? Sepse është e thjeshtë, investon diku dhe me 2-3, se janë ato fazat e pastrimit parave që është vendosja, shtrezimi dhe dalja,
me 2-3 transaksione ai nesër pas nesër nxjerr si para të lishme, shiti pronën. Ka 3 faza që tre fazat dhe shtresëzimi që kalon nga një humbet gjurmat. Pra kalon nga një dorë në një dorë tjetër. 100.000 euro. Dhe kur e shet pastaj 200.000 euro mas sa vitesh, minimumi 100 plus është e pasë, plus e gjitha shiti pronën. Dhe është plus që ka dhe këtë garancinë e vlerës. Po ashtu siç thatë ju, kjo nuk është vetëm fenomen shqiptar, shihet që është dhe fenomen global që ndodh dhe të siguroj që logjika ma thot, po edhe duke parë investimet e huaja nga vinë, që vinë për shumë çuditërisht nga Emiratet e Bashkuara ka qenë 0. Investimet tuaja ndërtim dhe janë rritur 3-4 vite të fundit nga Bullgaria, nga Turqia që dhe ka qenë listën e burimore për janë vende që janë në listën e FATF-s, Task Force për që merret kryesisht pastrimin e parave. Dhe kuptohet që kanë rregullim të dobët në këtë drejtim dhe ja u siguroj që nuk do jetë çudi që ndonjë ditë institucionet të vendeve tjera të kërkojnë paratë e tyre, korrupsionin që bëhen ti kërkojnë në Shqipëri. Se nuk është çudi që dhe politikan apo persona që kanë kryer paratë palishme në vende të tjera, jo thjesht ti kanë investuar dhe ti kanë është shumë normal, i kanë shtrezuar këto. Gjejnë hapësira ku mund të qarkullojnë më mirë. Gjithashtu një element që ishte shumë interesant në studim është kjo kontrata paraprake që bëhet në formën e shitjes. Mund të shpjegoni se si funksionon ky fenomen, sepse ju e ngrini si shqetësim këtë aktualisht në tregun shqiptar dhe që e ndihmon këtë proces. Është shqetësim, shiqyr deri tani nuk ka rezultuar me për masat mëdha. Ka një tani për efekt të studimit kam kontaktuar jurist dhe notar dhe agent, biles natyrisht që nuk të jep një informacion do bëj një studim. Mua më qelloi që familja nxori një pronë për shitje, prona nuk u shit, po qelloi shumë mirë, gjë që më bëri që të takoja dhe ata të ishin të hapur. Sot një agent imobiliar nuk e ka fare problem, thot sa do paguash kesh, sa do paguash, unë e thot hapur. Juristët natyrisht janë më të rezervuar etj, po tani ç'lidhje ka kjo me kontratë? Kontratat janë komplet në ajër. Për shumë bazohet në nenin, në kod thuhet, për shumë kontratat kanë tipike, thot bazohet kodi civil dhe ligjin për noterin, pa thënë nenin. Është e përgjithshme. Ja ta them çfarë thot kodi civil. Ka një kreun shtat që thot sipërmarrja. Po. Dhe aty fillon nga neni 850 dhe thot çfarë quhet kontratë sipërmarrje. Çfarë quhet kontratë sipërmarrje? Nuk po them gjithë, thot, sipërthuhet aty në kodin civil. Sipërmarrësi duhet realizoj veprën me mjetet e veta duke marrë përsipër riskun. Do të thënë që sipërmarrësi nuk është riskun e dështimit e ka sipërmarrësi, ndërkohë që kur unë paguaj parat, risku është imi. Plus ja s'po ndërton mjetet e veta, ne dim që ndërton me përsipër riskun e ndërtimit. Prandaj shpeshherë ndodh që ndërtimet dështojnë ndonjëherë ose nuk përfundojnë. Dështojnë për pjesët, ka shumë kompani që kanë 1 deri në 4 punonjës dhe s'kan fonde. Janë shtuar në masë, s'ka punonjës. 1 deri në 4 punonjës të duhet minimumi për të mbajtur një zyrë që të merret vesh me kompanitë e clearingut. Tjetra, çfarë është ligji për noterin? Ligji për noterin parashikon vetëm transferimin e pronësisë, që do thotë mbasi të jetë regjistruar në AKSH te kjo agjencia te kadastra, do thotë mbasi të ketë dal hipoteka. Dhe ajo që është për shembull çfarë thuhet kontratë sipërmarrje. Nëse një moment, kjo është e sigurt, ka ndodhur, kemi dëgjuar një diku ande nga jugu që ka ndodhur, sipërmarrësi të thotë ke prenotuar një shtëpi 100.000 euro sot, që do ta ndërtoj. Një ditë bukur, ja, ka vajt shtëpia 200.000 euro. Ai ta lë karabina, thotë s'kam lek, nuk ta realizova porosin. Me kod civil di ç'a ndodh. Ai se realizoi dështoi duhet të kthej lekët. Pa e shikatshëm i tha njëri diku, se s'dua ta përmend, që i tha të t'i kthej lekët ose më jep lek shtesë ta mbaroj, shtesë ta mbaroj sepse nuk e mbaroi dot. Me ligj ai është në rregull. Kam dhe një tjetra afatet. Në internet ekziston një kazus gjyqësor. Rast gjyqësor i zgjidhur. Thuhet që unë për shembull për vete hipotekën e shtëpisë kam marrë 18 vjet pasi mbaroi. Pasi banoni ishte plot, ishte bë për tu riparuar pra pallati. Pse? Sepse çfarë thot kontrata? Është komplet në dorë të ndërtuesit. Kontrata thot që regjistrimi në ASHK dhe kryerja e kontratës së shitjes bëhet pasi të ketë të përfunduar, po kur pa datë. Dhe madje një vendim gjyqësor i ka dhënë drejt ndërtuesit, thot, gjyqtarët çka thotë, që thot në këtë rast që ndërtuesi nuk e ka shkelur premtimin e vet.
Për aq kohë sa nuk e ka përfunduar objektin, se ky kërkonte fitimin e munguar se kishte blerë një dyqan dhe kishin kaluar, ai kishte thënë për 3 vjet, kishte vetë 13 vjet. Dhe gjykata i dha drejt atij se kontratat janë tilla. Ka shembuj sa të duash. Jo, pa hyrë shumë në shembull sepse shembuj të vendeve tjera. Po, panorama kuptohet se ishte e qartë kjo pjesa e kontratave. Po mirë, pyetja lind, a nuk kemi ne institucione të forta që mund ta kontrollojnë apo mund ta bllokojnë këtë mekanizëm? Po, çështja është që ç'lidhje ka çështja e kontratave me pastrimin e parave. Ky është thelbi. Po. Qofse ti këto kontrata i mbyll, i krijon më të sigurta, e bën për shembull siç e ka në Gjermani, sipas. Po ju në studime keni përmendur shembullin gjerman. Gjermani ishte më i mirë për rastin ton. Më pëlqeu sepse përshtatej. Se tjerë përdorin llogari escrow, që do thotë unë jap lekë ndërtuesit, por nuk i merr ai. Po. Rri në garanci që ai të sigurohet që unë i kam parat dhe ta vazhdoj ndërtimin. Por ta ndërtoj me lekë e veta. Llogaria ndërmjetme siç bëhet me noterin kur ti shet një apartament. Po, i mban për siguri. Ndërkohë që për shembull Gjermania kishte diçka shumë më të mirë, edhe pak më të drejtë, që proporcionalisht i jep një porosi atij, mbaroi karabinan, karabinaja e ka dhe rregull i tyre të caktuar me përqindje, për shembull është 40% e kostos, do japësh 40% parave. Mbaroi kjo dhe çati janë fund dhe të gjitha. Tani çfarë lidhje ka kjo? Ti paguan në varësi të ecurisë projektit. Çështja është që pjesa dërmuese e ndërtimeve që bëhen nga biznese të vogla apo të krijuara kështu nga hiçi, nuk i bëjnë me parat e tyre. Dhe si i bëjnë? I bëjnë me këto burime që dhe këto burime kanë dhe një të mirë që e para vinë në mënyrë jo zyrtare, jo bankare, dhe dyta nuk është se kërkojnë shumë janë të fokusuar shumë te rregulariteti i dokumentacionit. Ato thjesht duhet të jenë sigurt që prona që po blej do e kem kaq. Bëjnë këtë kontratën tip dhe mbi gjitha këta të furnizojnë me para që në fillim, që të realizoj projektin. Kam përshtypjen edhe në pjesën në Dubai kur blehet është edhe aty është një fenomen që ti nuk paguan drejt për drejt ndërtuesin, por lekët e tua i merr shteti, i bllokon në një llogari dhe ai për garanci dhe ai ja kalon ndërtuesit pjesë në kur ai lëvron projektin. Shembull i mirë ka, po shembull më i mirë është ky rasti i Gjermanisë, për mua që është dhe i drejtë. Ai ka bërë atë pjesë punës për pjesën e punës që ai e ka bërë me fondet e veta, atëherë duhet ta paguash. Në studim përmendet sepse tani lyn pyetja kush po i blen këto apartamentet me këto çmime stratosferike të cilat po tregtohen. Dhe ju përmendni edhe një fenomen që është fenomeni i tufës që njerëzit ndoshta ndikohen se krijohet ajo imazhi treg që po blejnë edhe hajde të blejmë dhe ne. Po, është e vërtet. Kjo është dhe i fenomeni që nga ai që duke parë që çmimet rriten, ka nga ata që thjesht futen në treg për të mos ngelur jashtë zhvillimeve, plus që është dhe një alternativë. Mirë, shiko, Shqipëria nuk ka alternativë, për investime janë vetëm bonot e thesarit. Bonot e thesarit janë të 2.3, ja obligacione, po obligacionet janë afate gjata, plus inflacioni ti ta shteronit që ka të fitimin, ndërkohë që pasuria e paluajtshme është më e sigurt, aq më tepër që me rritje çmimi 10-15% në vit është shumë herë më mirë se sa përfitimi është më i madh. Se pasuria e paluajtshme përveç se 10-15%, ke edhe një 5 deri në 10% që është qeraja, ose kur e përdor për vete është qeraja që do pagonte po të ishte në pronti. Do thotë, edhe nga përdorimi ka përfitimin e vet. Dhe kush po i blen? Është parë një rritje investimeve tuaja në sektor. Dhe jo rritje, por është sektori i parë që ka rritjen më. Jo, është i pari në listën e investimeve tuaja. Pasuritë e paluajtshme. Një që në 2010 themi ka qenë ndër të fundit. I pa llogaritshëm, sepse atëherë llogaritëshin investimet tuaja të atyre shtetasve të emigrantëve shqiptar që kishin marrë shtetësi greke apo italiane. Po në ato nivele ishte, kurse tani është nivele shumë mëdha. Po prap vim tek ajo pjesa e parë që diskutuam, familjet shqiptare, ndoshta nga ky treg janë ato më të humbrat, punëtorët, sepse kjo është dhe një çështje që na intereson dhe neve si sindikatat, shpeshherë kanë pasur mundësi që familje që jetonin me paga që të përballonin edhe një apartament normal për ta blerë me kredi. Sot me këto shifra që tregtohet duken larg. Kemi të bëjmë me një deformim të tregut apo po zhvillojmë një ekonomi të re, cilën shiko, tregu nuk e kuptojmë dot se ku do dali. Njëra anë është tregu, pastaj edhe familjeve është një anë tjetër. Tani shije ka me tregu. Tregu ka ca paradokse
që ndërkohë që rriten ndërtimet, rriten dhe pastrejat. Po, Kjo si shpjegohet, shtohet shumë numrin atyre që i blenë dhe thjesht i mbajnë apartamentet. As nuk i lëshojnë as me qera. Dhe paradoksi tjetër është paradoksi ta mund të jenë dhe ata që pastrojnë parat. Shiko, për pasimin e parave gjithmonë na ludon, por po, është një gjë që ti je shef që këtu është një grop e madhe. Po, sepse Po të duash dhe e mati çik, por nuk e thua dot se ai është gjithmonë e nëndeshme e padukshme. Natyrisht po si e diçka sipërfaqësore e nëndeshme është e gri. Por natyrisht aty janë gjithë ato. Kuptohet ka dhe vlera që mbasi janë pastrim parash, por që janë të pallogaritura, qoftë kursime, qoftë investime nga imigrantë që janë të pallogaritshme, se thuhet gjitha remintanca, po sa, se dhe remintancat hajtë të thot një si masin realisht, ato janë thjesht mënyra empirike që i llogarisin. Tani për tregun, çfarë do thoya? Do thoya që rritet oferta, rriten çmimet. Në gjithë sheshet e ndërtimit që kam shkuar, jo thjesht për këtë studim, po edhe shumë më herët se ky. Po. Sidomos mas 2022-shit ka një fenomen që nuk ka ndodhur. Që nga 2005-a që e njoft tregun e këtej, që është karteli. Të gjithë në një shesin me çmimin që ka vendos ndërtuesi. Po sa shitës ka i shesh? Mund të ketë 10 shitës. Është ndërtuesi, pllaka, betoni, gropa ato, gjithë hidrosanitare, dyert, është pronar të tokës, janë ata që bëjnë punë të vogla, i jep ca e plek, ca e 2-3 apartamente, hidrauliket, dhe çfarë bëjnë? Ta që rëndom quhen clearing, po, që marrin dira se apartament që shitej me një çmim themi 800 euro, por thonte në kontratë do shtem 850 se nuk ma bën noteri sepse ai ja kishte dhënë. Jo, por ai kompania ndërtimit i kishte thënë dhe nëse do shisni ju të clearingut, do shisni vetëm te ky noter. Dhe ai nuk ai ta bën dhe 800, por i vente informacionin e tij që ky po prish tregun. Dhe çfarë fenomene? Thonte nga data 1 gush më tha një pallat. Shiko, këto janë çmimet, shumë nga data 1 gush do rriten çmimet. Do të që unë pyeta me vërtet dhe ishin rrit. Rriten me planifikim. Domethënë çdo gjë funksionon si karteli. Karteli pastër, 1, 2, çfarë funksionon si kartel? Po të shohësh sipërfaqja e përbashkët, që është një çmim që s'flet askush. Ka vajt nga 7-8%, ka vajti 17, tani është e 30%. Pa nga pak do shkoj 40%, dhe kjo është de facto sipërfaqja e përbashkët. De facto është çmim. Tjetra, po të shohësh parkingjet janë copy se ju jeni marrë, do të pyesa për kuriozitet. Te kjo sipërfaqe përbashkët, sepse e dëgjoj shpesh këtë sipërfaqe përbashkët, është fenomen që e kemi vetëm në Shqipëri? Është se nuk e kam hasur në fenomeni që është vetëm në Shqipëri është që të blesh një diku te sipas inxhinierëve diku te 10-15 mund të shkojë deri 20% është tulla që llogaritet sipërfaqe, jo preja e brendshme, tullat e jashtme. Po, tullat e jashtme më po. Që llogaritet sipërfaqe dhe siç e kanë shkruar të paktën 25-30% është kjo tjetra shkalla, që thot, fenomen tipik shqiptar është kjo, bleni apartament 100 metra katror, neto i ke 50 metra, po te qesh dhe balkonin, ose ka ble apartament 100 metra katror, nuk zë mobilje të shtëpia. Për këtë fenomen, t'ja thuash, se vetëm në Shqipëri duket e kemi këtë, që shesim bruto, neto. Ka vende që nuk ta quajnë da balkonin, ta quajnë me gjysmë çmimi. Ka vende që e shesin thjesht me neto dhe në çmim natyrisht mbulojnë dhe kostot e përbashkëta. Në shumë vende në Europë neto shikon, nuk shikon bruton, se vetëm këtu në Shqipëri ndahet në të njëjtin shesh ndërtimi, ta them, identik bëri disa kulla identik të njëjta, te një apartament kishte 17% shkallë, dhe për shumë një apartament, po them kot, ishte 90 metra katror, ku 17% ishte shkallë, i njëjti apartament te kulla fundit kishte 95 metra katror. Ishte bë pishman, kishte shtuar shkallët. Ndërkohë që ishte identik i njëjti plan inxhinierik, 100% i njëjti ndërtues në të njëjtin shesh, thjesht 2 vjet diferencë. Ka ndryshuar qasja ndërtuese. Edhe çmimin e shtoi, se natyrisht e ka shitë më shtrenjtë më vonë, por shtoi edhe shkallën. Tani kam dëgjuar që ka shkuar edhe më shtrenjtë. Për shembull është tipike te parkingjet. Parkingjet historikisht kanë qenë 50% e çmimit të apartamentit. Në fillimet. Në gjithmonë. Jo fillimet, deri në 2022-shin. Po. Se ku u vendos, dhe jam i sigurt që është u vendos fikse, 15.000 euro. Filloi nga 15-ta. Përsëri hyrën loj karteli. Kartel. Gjithandej, 15 është dhe në Kamës. Bën në ulje 2-13, po mbetet ka një far indeksi. E përsërisht të ngjosh për shembull në Tiranë, thotë ulje për koshën e çish 45.000 euro në ofertë parkingu.
në këto zonat. Këtë e kam gjuar par vjet, se nuk e di sa ka shku si vjet. Po 45 mijë është. Ndërkohë që për shembull ti merr 4 viza, se nuk është se merr 4 viza një ndërtim. Prit tjetra. Dhe nuk lejohet ta mbyllësh nga 20, 22, 24 metra katror i parkim kanë kalu 12, 13, 14 më i madhi që nuk hap dot derën. Po, fiks. Për plasjet makina me makinë. Ktu për shembull de facto po tjetra sot, koma dhe sot që flasim parkinget veprojnë si kartele të vegjël. Me komandim çmimi parkimu nga një datë të caktuar fillon edhe rritet. Pse sa ai s'ka nga të shkoj? Ai dhe natyrisht kjo kërkon rregullim shtetëror, qoftë nga autoriteti i konkurrencës ndoshta, qoftë nga bashkia. Këtë doja të pyesja, si mund të rregullohet ky fenomen? Kjo autoriteti i konkurrencës rregullon tregjet ku duhet të ketë konkurrencë ta lejojë konkurrencën dhe e lejon, dhe aty ku nuk mund të ketë konkurrencë, siç është për shembull monopolet natyrore, siç është energjia, apo oligopolit siç është telefonia, aty ndryshon që ta rregullojë tregun. Një parking për shembull, një sheshi ndërtimi është monopol. Ose kur ka disa pronarë është oligopol, sepse ai nuk mundesh ti që pos pëlqeu çfini kullës tënde të shkosh te 2-3 pallate më andej të parkosh. Ai e di që e domosdo. Ai me këtë nevojshme. Ka pothuajse 6-7 muaj, tani një në vit nuk e di çfarë ndodhet edhe me rritjen e çmimit naftës, që nxjerrin nga ai copletër dhe rrisin nga 10.000 lekë apo 20.000 lekë parkingun. Të gjithë njësoj. E rrit ai që supozohet pronari, se pronarët e ne mbasi ndërtojnë pallat nuk shkulen nga ai pallati. Po. Qëndrojnë aty, mbajnë edhe kur dikush do të vendos, edhe kur dikush do të vendosi çaret e lokali, i merr leje pronari që ka 15 vjet që i ka shit gjithë, as ka asgjë, sepse ruan administrimin, nëpërmjet administrimit ruan kontrollin dhe menaxhon çmimet. Tani, duke që jemi te pjesa e çmimeve, që është një pjesë që më intereson në aspektin social-ekonomik, që ju e keni përmendur edhe si sindikat. Si ndikon rritja e çmimeve në aspektin e përgjithshëm shoqëror, social-ekonomik? Pra është sepse ky përveçse deformon tregun, e përmendëm të pjesë, por këto çmime duke duke pamundsuar blerjen e një apartamenti, shikojmë që familjet emigrojnë, sepse mendojnë se shqiptarët janë shumë të lidhur me pronën, me apartamentin, duan të kenë kur krijojnë familjet e tyre, duan të kenë dhe apartamentin e tyre, është e logjikshme. Pra, si ndikon ky fenomen i pjesës ndërtimit dhe kësaj pamundësisë për të blerë një apartament në aspektin social-ekonomik të shoqërisë tonë? Ndikimi është i tillë që shqiptarët për fatin e mirë e kanë këtë ndjesin për të blerë apartament. Kjo natyrisht ka shërbyer edhe ndërtuesve por për fatin e keq edhe ato janë të detyruar të blejnë apartament. Pse janë detyruar? Sepse paralelisht me rritjen e çmimit të apartamenteve është rrit dhe çmimi i qerave. Sot qeraja ka vajt minimumi sa 50% i rroge mesatare. Pak mbiles më tepër. Them për një çift 1+1. Nuk po them në qendër, në periferi. Domethënë po ti je një person vetëm nuk e përballon. Ka shumë të vështirë ta përballoj. Me pak mesatare jo. Po. Paga mesatare sa ishte flasim për pagën mesatare, po, nuk e përballon. Nuk e përballon sepse nuk të del llogaria, sepse dhe drita ujë minimumi kanë kostën e tyre, po administrimi që ka filluar edhe ai është rritur, nuk gjen më pa 15.000 lekë më i liri, 15.000 lekë të vjetra dhe shkojnë 20-25.000 lekë ato normale, se ka dhe raste me vlera ekstreme. Dhe për shembull, ajo që do të nxjerr për shembull për blerë një apartament duke llogarit kredin nga një bankë tregtare në Shqipëri, që është ndër më të lirat tek kredit për shtëpi, ku i kam llogaritjet, një person i vetëm ka pas pamundur 2015, një dushin 38 vjet të pagunte këstet e kredis me pagë mesatare. 38 vjet. Tani duhen 47 vjet, edhe të doja nuk të jep banka 47 vjet kredi. Po, sepse kurse një çift e ka pas 90 vjet, e ka pas pothuajse të mundur se të japin kredi deri 20 vjeçare, ka vajt 23, e ka të mundur, por prapë shumë e vështirë. Po shkon dhe ajo drejt limitit. Tani se llogarisë të dy me pagë mesatare, mund të marrin dhe paga të larta, mund të marrin dhe nën mesataren, dhe një apartament në periferi kam llogarit 75 metra katror. Unë fillim e bëra 70 metra, po pastaj kur llogarita që tani ka shku 2-13 metra shkalla, apartament normal quhet ai 6 metra. Ka dhe kështu të vegjël, ka dhe të mëdhenj, po llogarita një mesatare i duhen 23 vjet për të paguar kredin për një mesatar. Çfarë duhet bëjnë? Në gjykimin tim duhet të çkompleksohen, të shohin sa më larg Tiranës në zona të reja që ka oportunitete, sepse tani është e vërtet tjetër që i kanë nxitur në një farë mënyrë çmimet, kjo
orientimi i qendrës. Qendra e Tiranës pak nga pak po zbehet. Po. Mund të themi qendra, le të themi turistike më shumë, po të shohësh po zbehet dhe kërkesa gjithnjë më shumë. Në qendër ka bërë që të rriten çmimet, por herët avon do stabilizohen. Që thotë, nëse do ketë ndonjëherë në stabilizim apo rënje të lehtë çmimesh, këto që janë me 5.000 euro e lartë, po mund të ketë ndonjë frenim, kurse në periferi se është rrit dhe kostoja, 800-900 euro kostoja, që ai edhe të doj nuk e shet dot më pak se 1.000. Problemi është edhe në periferi, tashmë çmimet po rriten sepse janë rritur kostot. Për ta përmbyllur këtë diskutim, nëse kjo situatë do të vazhdojë, çfarë rreziku ka për ekonominë tonë? Rreziku, radh parë herë rreziku duk që vjet te bashkitë. Bashkitë në mas madhe, sidomos Bashkia Tiranë, Bashkia Himar, Bashkia e Vlorës, Durrësit që mbahen me taksën ndikimin në infrastrukturë dhe taksa tjera që lidhen me ndërtimin. U pa rënja e të ardhurave sepse ranë numri i lejeve për shkak të atyre gjërave që ndodhen vjetë Bashkia e Tiranës dhe u frenuan lejet për i farë kohe. Që thotë, buxheti bashkiake të varur tek një e ardhur që është e përkohshme, normal që është risk. Tjetër është ekonomia, paraja e pistë sa është për masat mëdha, me vlera mund ta ludojmë sa të duam, ta nxjerrim me rregull treshi që kaq mund të jetë, por është dhe gjë për të thënë që është para që qarkullon ekonomi dhe mbahen me këto të ardhura, mbahen njerëz se vërtet kompania e ndërtimit ka të punësuar, vërtet kompania e ndërtimit merr këto paratë që mbase janë të lishme nga ai që blen apartamentin. Po këto para shkojnë pag për punojësin, gjenerojnë ekonominë, pagesë për betonin. Ai paguan punojësit e vet, blien mallra në markete e tjera, gjenerojnë ekonomi dhe që thotë, ekonomia po ka një burim që s'është i sigurt. S'është as i lishëm, nëse ky burimi nesër do ndalohet. Se duhet gjithmonë, kur ka një grop që mbyll diçka, po iku ajo duhet mbyllur nga gjeti ose do ketë kolaps. Dhe duhet kohë pasaj që të marrësh veten. Se një ekonomi e orientuar në këtë formë ka risk. Edhe ta kapësh shumë nga ana pragmatiste ekonomike që thjesht fut para kjo po sa do zgjasi. Po pra kjo është ajo ka limit. Se sa do zgjasi ky zhvillim. Edhe nëse zgjat ka luhatje. Dhe pastaj mund të shikojmë ndonjë krizë të tregut imobiliar. Kriza është gjithandej qoftë tregu imobiliar nuk pres të ketë krizë për një arsye të vetme se për shembull këto fluskat përgjithsisht krijohen nga bankat, sepse bankat i jep parat po i do prap. Normale. Dhe kur ti ke pa mundësinë për ti paguar mbrapsht fillon edhe shet bie çmimi dhe ka paniku njerëzit dhe shesin dhe më lirë. Ndërkohë që ai që i ka si aparat, ai nuk i do prap mbrapsht. Ai thjesht apartamentin, nëse do, i ka injektuar, ai do t'i lërë të flen gjumë, aty ti ketë sigurta. Do të thënë një nga zgjidhjet mbetet që institucionet të forcojnë rregullimin, siç u tha sipas atij modeli gjerman që është një shembull i mirë. Është një model i mirë i përshtatshëm për ne. Dhe pastaj të shikohet se nga vijnë këto para. Po të forcohen kontrollet, sepse për shembull ke kontrollet çuditërisht me shtimin e volumit të ndërtimit, kontrollet nga Agjencia e Inteligjencës Financiare kanë rënë. Edhe inspektimet në vend kanë rënë gjatë 5 vjeçarit 2020-2024 krahasuar me 2015. Kanë rënë inspektimet kundrejt firmave ndërtimit. Inspektimet vend në gjitha drejtimet. Për burimet e fondeve. Çfarë do lloj burimi? Do të thënë nuk Agjencia e Inteligjencës Financiare është, që ishte drejtoria e pasimit parave. Po, nuk inspekton ai sa. Deri pak në 2020-ën ka pasur rënje të inspektimeve në vend, ka qenë dhe një periudhë 2-3 vjeçare që ne kemi qenë në listën e gri të vendeve. Duket se kemi dalë tani. Kemi dalë për fatin e mirë, nuk jemi më në atë listë. Prandaj mbase kanë rënë. Janë forcuar disa kontrolle, po gjithnjë gepet ekzistojnë. Tani çështja është që këtu janë para dhe nga aktivitet palishëm, po janë dhe para nga korrupsioni, qoftë shqiptar, qoftë dhe të huaj. Po ndonjëherë ndodhin kryqëzime të tilla që një këtu i çon andej, një andej ka më kollaj ti sjellë këtej se kërkohen gjurmohen më vështirë. Profesor, dhe një pyetje të fundit. Çfarë mund të bëjë shteti shqiptar për të ndihmuar punojësit apo ato familje që jetojnë me pagë, që janë të interesuar për të blerë një pagë? Se kjo është gjithë thelbi edhe i këtij podcasti, se si mund të ndihmojmë këtë kategori njerëzish, sepse
Në qoftë se nuk ndërhyet, besoj se këto çmimet besoj nuk kanë shpresë që të rikthehen ku kanë qenë ose të ulen. Shiko, ishte një shpresë që se shiko, sot njerëzit janë bërë shumë mediatik. Ti edhe më zgjuar i gjë, ti nëse shefi i gjë në një Reels apo në një TikTok, i herë po e peja të deli 100 herë, pastaj sepse algoritmi është i tillë dhe të mbush mendjen për një gjë që s'është e vërtetë. Cila s'është e vërtetë? Vjetu mundon këto agentët imobiliar nga që ngelen pa punë. Ti mbushin mendjen njerëzve që do bien. Do bien, çmimet që shisnin se e di çfarë problemi ka. Nga që pati bum ndërtimesh, u pesfishua numri i agentëve imobiliar. Dhe nuk ka një që shet. Ndani njëri mendim që ndoshta agjencitë imobiliare janë një faktor për rritjen e çmimit? Janë patjetër, ato që ndikojnë e stimulojnë domethënë. E stimulojnë, ato bëjnë punën e tyre, ato duan të çesin. Të marrin 1% këtej dhe 3% nga shitsi. Ato duan të çesin, e bëjnë punën e tyre, krijojnë lehtësirat e tyre. Tani janë rregulluar dhe nga pikpamja ligjore, nuk kam që vetë shpallet agent imobiliar. Por gjithnjë kanë ndikuar në rritjen e çmimeve. Çfarë mund të bëjë shteti? Shteti mund të mbështesë, ka programe qeveritare, bashkia apo ndonjë institucion, po janë aq të vakta sa duhet jesh pa kalamaj, pa martum, pa kështu, pa kështu. Ai pa kalamaj. Tani me kalamaj ka nevojë apo ai martuari ka nevojë për shtëpi. Duhet të jesh kështu, duhet të jesh çift kështu, duhet mos kesh as i pron, as i kushëri i katërt, mos ket as makinë, as të të raskapitur, ndërkohë që nuk të do një dinjitos në gjitha drejtimet, thjesht nuk ka mundësi të blej këtë. Ku pjesërisht është i çik fajtor dhe shteti. Unë ndaj të njëjtin mendim që ne duhet ndryshojmë mënyrën e qasjes politikave ndaj këtyre shtresave në nevojë, familjeve të reja që janë me fëmijë, që të stimulojmë njerëzit që ndrojnë në Shqipëri dhe të zhvillojnë jetën e tyre këtu. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë që ndam rreth studimit tuaj dhe i ftoj të gjithë që mund ta shkarkojnë këtë studim tek faqja e Fondacionit Friedrich Ebert. Është pastrimi i parave në sektorin e pasurive të paluajtshme, është një studim shumë i mirë dhe ju përgëzoj për këtë studim që keni prur. Shumë faleminderit që ishit pjesë e podcastit. Ju falenderoj.